bëni si jeni si më gëvitë. Sot ju thoni. Është e shtunë, ta në më thoni, nuk e dim. E dini, po thash edhe unë t'ua përmend. Do bëj sot ju thoni kuluraqja. Kuluraqja paskalina. Do me thënë, si biskota pashke kjo e në Shqip. Po tani, do thoni, po vjen vitiri dhe ti do na bësh biskota për pashkën e po unë kështu e kam. Edhe tani, prisni. We wish you Merry Christmas. Po, kemi filluar neve këto të Krishtlindjeve këngët. Shikoni tani, do t'ua lexoj recetën e biskotave, sepse sa më thoni si u bë si ashtu si kështu si bëhen. 250 gram duam gjalpën, unë do përdor vitam. 150 gram sheqer, 2 vezë të mëdha, 50 ml e lëng portokalli, një të lëkurën e një portokalli të grirë, një lugë të vockër të vogël, baking powder është kjo këtu që fryhet. 550 gram miell që përdoret për çdo gjë, ja ole si krisis, edhe një të vetë në vezës për t'i lyer në fund ato biskotat. Vazhdojmë. Do fillojmë të hedhim brenda në mikser gjalpin, 250 gram, edhe sheqerin do t'i trazojmë bashkë, po e kam sheqerin, po 150 sheqer, po unë do hedh 100 se nuk më pëlqejnë shumë të ëmbla. E mira është të mos përdorim shumë gjëra të ëmbla. Edhe do përdorim këto të mikserit, punesa si pujne, që janë si ranxos, si kjo në Shqip nuk e di tani. Me këtë do ta bëjmë. Më ulu, nga ulesh. Bej, ka dhe më kekjo. Ka që kosa kisha pa e përdorur e harova. Tani do herim dhe 2 kokovete. Ka logre. Se kush pastrova, jo për gjë. Dale prisni. Do hedhim portokallën, sipër e portokallës të grirë. Sa mirë të bjerë. Lëngun. Shpresoj të më të gjoni që flas. Të mos flas kokun. Dale prit 1 sekondë. Do hedhim baking. Një lugë të vockër. Edhe tjetër do me tani se gjumë dhe një tjetër. Prisni. Edhe gjysmën e miellit ta hedhim, po duhet ta kemi situr. E kujtova fjalën. Ja ta sit edhe do t'u themu. Pasi e sita mielin, do hedhim gjysmën brenda, si që thash. T'u them 2 fjalë se unë gatërova. Gjysmën e miellit duhet ta kishim për vërdall me këtë duhet ta kishim punuar me këto. Pastaj gjysmën tjetër duhet ta kishim punuar me këto ganxot që punoj unë tani. Po s'ka gjë hallimas. Tani do ta hedhim e do ta punojmë të gjithë miellin. Se do më prishet. Me këto ganxot. S'ka gjë punë e madhe, ne do t'i hamë. Nuk do t'i vëmë në vitrinë, kur thoshte gjyshja. Ja të shikojmë se si do dalin. Po thuaj se është gati, tani do ta përpunojmë me dorë. Shikoni sa i mirë që doli brumi, nuk doli as shumë i ngurtë as shumë i butë. Është tamam për të hapur. Edhe tani, marrim një copë të vogël, nuk ta shikoni me sy. E vëm këtu në tavolin, e hapim me duar, dhe unë do ta bëj si punë gërsheta, pleksudes do me thënë. Edhe do këndojmë. Φτιάχνω κουλουράκια με τα 2 χεράκια, ο πούνος θα τα ψήσει, το σπίτι θα μυρίσει. Παπα. Το σπίτι θα μυρίσει, βέβαια. Edhe, ja se si dalin. Pastaj do t'i lyhem me të verë në vezës, dalin se s'kemi mbaruar. Se kështu i ka këto punë. Vazhdojmë tani, si ua tregova do t'i bëni dhe juve. Ne? Kthej njërin mbi tjetrën.
në erdhën tim atje të shtetit. Dale. Qiki matu për në fakt. Su bëjmë një mera të tjetër. Do mësojnë edhe këta zdo bejnë. Më duke prapje shumë. Dhe mos bëjnë shumë të trash, të bëjnë të gjitha po thuaj se njësoj. Bollë hape dhe pasaj e këthe njërën e drejt, njërën me tjetërën. Kuptove? Po. Pa e dridhe? U bëj që kësi i boqkri, po s'kaj se do fryet, e mire. Shumë i ma. Dali. Dua të jenë perfekte. Perfekte. Perfekt. E hape? Na, tani të drejt funët i fillo hap tjetrin. E lam kështu, tani njëri do t'i hapi, da ndëri kështu, tjetri do t'i drevi. Se s'më pëlqenjë, ma ç'është kjo? Mi do mësoj, tani do më thoni, po fëmijë, është drejt të mësoj. Po tani do mësoj, moj, me biskotet e mia, të mi prishi. Ha, brave, shikon. Ta preu tani mëndja që është që ke mafë. Të lumë të ke kënë mami. Sa i trash është më ka. Na. Ata që janë të trash si puna, si kokat tënde dhe e babi tënë, do t'i hanë juve. Po. Më birën që ka tjetë pësin, që t'i vëmë. Ua, ndisë që kësobën. Do t'i pjekim në... Thot 180 gradë për 20-25 minuta, por unë në fakt e mbajmën nga radhe fundit, që po që në 160 gradë, se 180 mi merte me një herë. Që kështu o t'i pjek në 160 për 20-25 minuta, se soba ti me djek shumë, pjek shpejt. Okej. Ja po, unë bush tepsia e parë. Tani sa tepsi do dalin, ne do dalin. Po thuaj se 2. Shikoni sa bukur, po se do na ikim. E do t'i lyejm edhe me të verë në vezës. E ndezë sobën. Edhe tani do t'i lyejm me të verë në vezës që të marrin këtë ngjyrën e bukur për mbi të... Anë që nuk duan shumë. Nuk o t'i ngjitim njërin me biskotat, njërin me tjetrin, se duan të kenë qik distancë, se këto do fryen pastaj edhe na ngjiten. Ndaj do t'i bini kështu si kam bënë unë. Edhe ja, u poq tepsia e parë. Dale, si këthejmë të gjitha bashkë, si këthejmë. Me nga poshtë. E po tani do haj edhe një qik toka, s'ka gjë. Edhe nga poshtë jam pjekur shumë mirë. Prishtë një sokon, prishtë. Në të rritë e pësinë. Jam bërë shumë të mirë, do të këshilloja se unë hodha do është 150 gram sheker, unë hodha 100, më mirë hidhe 150 të bëjt qik me ambël, po në kjo se doni.